që mund të vërtet të nxjerrë një dokument që do të jetë korniza kryesore që do të drejtoj delegacionin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës në fazën finale të dialogut me Serbi. Kështu që besoj që duhet ta provojmë ta gjejmë këtë harmonizim dhe këtë dakordsim sot. Faleminderit. Faleminderit, zoti Konjuf, sa keni ju në qëndrim? Ose a jeni dakord me harmonizim? Si jo, zoti Haliti, kemi qëndrim. Jo, a dëni me dalë me harmonizua, që a dëni? Po, gjithsesi. Këtu po dhe djetë shumë qartë që dallimi është evident, që këtu ose do t'jemi në këtë pikë për ta mbrojtur interesin shtetëror, ose do ta mbrojmë verbërisht presidentin e Kosovës. Tash, kush do që e ka përcjellë seancën e djeshme, e dim paka shumë rezultatin edhe të votimit kështu. Mu ka duk pra mazhoranca e barikadume në pozicionin e saj që me shku në fazat ma të tjeshme, me kriju platformë, me kriju ekip bashkë me presidentin, dhe presidentin me na përfacu në dialogun me Serbin. Me këtë opcion nuk pajtohet opozita, kështu që jemi në pozicionet e më pashme ku kemi qenë. Faleminderit, PSD-ja. Zoti Sejdiu. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues të mediave. Ajo që u shpërfaq dje në seancë ishte e qartë që ka, mendime dhe hapësirë për me shtu në këtë rezolut pika tjera, bile edhe parafolësi mi dha disa shtesa dje, gjatë diskutimit të tij, kështu që besoj që duhet mi dhon hapësirë diskutimit për me harmonizu këtë rezolut, pra unë nuk kam, ne kemi përkra këtë rezolut edhe me në nënshkrime herën e parë kur është sjellë në kuvend, nuk kemi asgjë kundër kësaj tekstit të kësaj rezolute, por se ta keni parasysh që kemi paraqit një rezolut që ne mendojmë gjithashtu që ka përmbajtje në te, do të ishte mirë që të kishte shtesa në këtë rezolut, rrjedhimisht si PSD jemi që shefat e grupeve parlamentare të ulën, të harmonizojnë tekstin me shtesa dhe të tillë ta sjellim në seancë për votim. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti Isufi. Regjia zotit Isufi fjalën, Ahmet Isufit. Faleminderit, kryesues. Dihet që çdo rezolut ose vendim që duhet marrë parlamenti, kërkon konsenzusin e të gjitha grupeve parlamentare, prandaj mos barikadohet askush në këtë çështje, po përkundrazi ta harmonizojmë rezolutën bashk, ta votojmë bashk edhe të tregojmë që vërtet e kemi një mend për të pas një rezolut e cila e çon delegacionin e Kosovës në bisedime edhe Kosova fiton. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bilal Sherifi në emër të grupit parlamentar Nisma. Faleminderit kryesues, po edhe ne jemi të gatshëm që të ulemi edhe të shohim mundësinë e harmonizimit të rezolutës së bashku me propozuesit. Faleminderit. Faleminderit, atëherë kisha lutë kryetarët ose kush janë të ngarkuar të grupeve parlamentare që të shkojnë 6 plusi si janë paraqita. Po shtype o Damka? Zoti Damka, në emër 6 plusit. Faleminderit, nderuar kryesues. Edhe grupi parlamentar 6 plus është për një koordinim edhe një të harmonizohet teksti, edhe na jemi për. Faleminderit, atëherë ju kisha lutë që ne kemi mundësi ta marrim një pauzë prej 20 minutash që ta kryeni ose të vazhdojmë me votu çështjet që kanë ngelur për votim. Tani si të doni. Atëherë ju kisha lutë përfaqësuesve të grupeve parlamentare që shkoni dhe të bisedoni edhe të harmonizoni nëse mund të arrini, salla 90 është rezervuar për ju. Ne po marrim pauzë 20 minuta si parlament. Faleminderit.